ehlus suneti i këshillojnë muslimanët e tjerë, qofshin ata udhëheqës apo qofshin njerëz të thjesht. I këshillojnë dhe i thirrin në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj nëse e sheh në vendet tona, po edhe në vendet tjera në botë, nëse e sheh se kush është më aktiv në thirrje në fenë e Allahut dhe në këshillimin e njerëzve, do ta shohësh se ehlus sunneti janë më aktiv në thirrje, në këshillim, në përhapje të thirrjes, në përhapje të fesë, në përhapje të davetit, ehlus sunneti janë më aktiv. Po ashtu ehlus sunneti kujdesen për gjendjen e muslimanëve. Nëse e sheh se kush kujdeset më shumë për gjendjen e muslimanëve, kush e mbron derin e muslimanëve me laps, me ngjyrë të kimikut, po edhe me ngjyrë të gjakut, ata janë ehlus sunneti. Ehlus sunneti i gjen ata të cilët sakrifikojnë më shumti dhe brengosen më shumti dhe kujdesen më shumti për gjendjen e muslimanëve në përgjithësi në botë, e në veçanti në vendet ku ata persekutohen dhe ku ata nënçmohen dhe ku ata pra vriten e torturohen. Ehlus sunneti janë të parët të cilët mundohen që ta mbrojnë derin e tyre me aq sa kanë mundësi, me fjalët e tyre dhe me veprat e tyre.